Ajo është një nga moderatorët më të njohura dhe më të spikatura në vendin tonë. Po flasim për moderatoren Bora Zemani. Siç e kemi thënë dhe stërthën, ajo është mjaft aktive në rrjetet sociale, ku i mban fancat mjaft të updateuar. Së fundmi, Bora Zemani ka ndarë disa imazhe në Instagramin e saj, teksa ka treguar se është përballur me një vështirësi të madhe. Ajo tregoi se është gjobitur nga policia rrugore për shkak të shkeljes së rregullave të trafikut. Dhe e di që ka marrë gjob, u pagua, mos kini merak, ishin fjalët e moderatores. Reagimi i saj ka shkaktuar komente të shumta në rrjet, ku fancat kanë vlerësuar transparencën dhe sportivitetin e moderatores edhe në situata jo shumë të këndshme. Nga ana tjetër na duhet të rikujtojmë se Bora Zemani është lumturisht e martuar me Donald Veshajn dhe për publikun e gjerë, ata janë një çift mjaft i mrekullueshëm. Për sa i përket Donaldit, ajo është dukur nga televizioni për të fokusuar pasionit të tij, pikturës. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.